Shpallët i pafajshëm Gjiko, gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur sot të pafajshëm këngëtarin e njohur Azdrand Gjikolli, lidhur me akuzën për dhunim që ishte ngritur ndaj tij. Telegrafi mëson nga burimet të sigurta brenda sistemit të drejtësisë se Gjikolli është liruar nga të gjitha pikat e akt akuzës. Sipas aktgjykimit të shpallur sot, gjykata ka konstatuar se nuk ka prova të mjaftueshme që e lidhin të akuzuarin me veprën penale për të cilën ishte hetuar dhe gjykuar. Mbrojtja e Azdrand Gjikollit është udhëhequr nga avokati i njohur Kujtim Kerveshi, një emër i njohur i botës juridike në Kosovë dhe më gjerë, i cili njihet për përfaqësimin e korporatave të mëdha dhe profileve të larta në çështje të ndërlikuara juridike. Kerveshi ka fituar disa çmime ndërkombëtare për sukseset e tij në fushën e avokatisë. Kujtojmë se rasti kishte tërhequr vëmendje të madhe mediatike dhe kishte ngjallur debat publik në opinion. Përfaqësuesit ligjor të Gjikollit gjatë gjithë kohës kishin mohuar akuzat dhe kishin kërkuar drejtësi për klientin e tyre.